Një tjetër lajm i mirë për të ndarë me ju sot, veçanërisht për shumë familje që përfitojnë sipas ligjit kompensimin financiar nga shteti për pronat e tyre. Donse shpesh u referohemi si shponar, në fakt nga sot shteti shqiptar shlyen plotësisht dhe vën në vend përfundimisht të drejtën që u takon. Sapo miratuam listën me plot 3527 subjekte, të cilët kompensohen përfundimisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për pjesën e mbetur prej 30%. Me një fond për rreth 1.4 miliard lek, mbi 13.000 familje përfitojnë drejt për drejt nga buxheti i alokuar nga qeveria shqiptare. Ky nuk është thjesht dhe vetëm një akt financiar dhe as vetëm përmbushja e detyrës sonë funksionale, por diçka më tepër, është një akt drejtësie, është respekt për pronën, për ligjin dhe për qytetarin. Me këtë pagesë që do të marrin nga sot e në ditët në vijim, kompensimi për këto familje, sipas listës së publikuar në faqen zyrtare të ATP-s, quhet i kryer plotësisht dhe ne mbyllim kështu një kapitull të vjetër. Njëkohësisht, jemi të vendosur të vijojmë angazhimin ton të palëkundur për ta përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt në këtë proces, me transparencë dhe në respekt rigoroz të ligjit, duke përmbushur kështu detyrimin që ne kemi karshi pronarëve të tjerë dhe sigurisht si pjesë e angazhimit ton për standardet evropiane, për një shtet të së drejtës dhe për një të ardhme ku prona, ligji dhe liritë themelore janë të shenjta. Teksa ne përparojmë çdo ditë në rrugën pakthim drejt Bashkimit Evropian, kompensimi financiar ndaj pronarëve është përmbushje e zotimit të qeverisë shqiptare ndaj të drejtës së tyre të njohur me ligj. Faleminderit dhe gëzuar.